Detajet e reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë ndodhur në orët e para të së shtunës, ku një 44 vjeçar italian, pronari një fabrike tullash në Tiranë, u gjeti vrarë me armë zjarri në afërsi të fshatit Salarit të Tepelenës. Viktima Eduardo Sarçi u qellua me armë zjarri, ndërsa lidhur me ngjarjen, që vijon të jetë mbuluar me mister, kanë nisur hetimet dhe zbardhja e disa detajeve. Sipas raportimeve të fundit mediatike, nga policia është shoqëruar shtetësi Eqerem Braçe, i cili është edhe ortaku i viktimës në fabrikën e tullave në Tiranë, dhe së bashku kishin dalë për gjah. Eqerem Braçe ka dhënë dëshminë e tij lidhur me ngjarjen, ndërsa mësohet se në vend ngjarje ka pasur 2 automjete, ai me të cilin lëvizte viktima, dhe një tjetër ku ndodheshin personat që ishin së bashku me të për gjah. Sipas dëshmisë së Eqerem Braçes, një person ka hapur zjarr drejt automjetit, ku ndodhej 44 vjeçari italian. Në këto kushte, Braçe ka dalë për t'i dhënë ndihmë ortakut të tij, ndaj dhe trupi i viktimës ndodhej disa metra larg automjetit. Megjithatë, mbetet për të verifikuar vërtetësia e dëshmisë së tij, ndërkohë që pas verifikimeve të kryera, në automjetin e viktimës nuk ka gjurmë plumbash, por vetëm një gomë e shfryrë. Sa kaq, policia ka shpallur në kërkim djalin e Eqerem Braçes, Gazment Braçen, për të marrë në pyetje atë, pasi dhe ai ka qenë në vend ngjarje. E gjithë ngjarja vijon të ketë shumë pikpyetje. Fillimisht u tha se ndaj automjetit ku ndodhej viktima është qelluar me breshëri dhe nga një tjetër makinë që lëvizte në krah të kundërt. Madje u tha se fillimisht ishte qelluar ndaj gomave të makinës së viktimës dhe më pas në drejtim të tij, duke i shkaktuar vdekjen 44 vjeçarit italian. Më pas u raportua se lidhur me ngjarjen ishte shpallur në kërkim Gazment Braçe si i dyshuar, ndërkohë që nga detajet e fundit rezulton se ai bashkë me të atin kishin qenë si shoqërues të italianit, pavarësisht se qarkullonin me 2 makina. Policia sipas raportimeve ka shoqëruar disa persona që janë marrë në pyetje, ndërsa ende nuk ka një njoftim zyrtar, përveç atij paraprak, ku përciptazi thuajse është gjetur një trup i pajet në rrugë, i qelluar me armë zjarri.